Përfundimisht, zhvillimet e ditëve të fundit vërtetuan se Edi Rama ka kryer veprimtari të tradhtisë kombëtare, sepse ka shkel nenin 1, 2 dhe 3 të Kushtetutës ku përcaktohet sovraniteti dhe tërësia territoriale e vendit. Në vazhdimsinë e veprimtarisë së tij gjithë vitet e fundit, ai fali Stazanin, Zvërnesin dhe shumë hapësira të tjera ajrore, toksore dhe detare. Fakti ai që deklaroi botërisht se Stazani nuk më është më pasuria jonë, por është pasuria e Kushnerit, e Zvërnesit, dhe fakti që ai nuk tërhiqet nga këto marrëveshje anti-shqiptare, dhe fakti që u vërtetua që tokat e blera janë të vjedhura nga pronarët, tregon që kryeskenaristi i kësaj shkatërimi të sovranitetit kombëtar është vetë Edi Rama. Kjo e bën shkak që Edi Rama me gjithë protestë të madhe kombëtare brenda hapësirave të Shqipërisë dhe në gjithë botën ku janë shqiptarët, ai në vend të jetë dorëheqjen, ofendon protestuesit, i dhunon psikologjikisht dhe mbron tradhtinë e tij kombëtare. Pra, nëse ne do të kishim shtet demokratik dhe ligjor, ai s'mund t'i bënte dot këto që ka kryer, sepse sovraniteti dhe tërësia territoriale përbën tradhti kombëtare dhe menjëherë arrestohesh. Unë kam kërkuar botërisht me shkrim dhe me gojë Spakut të kërkoj urgjentisht të heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Edi Ramës bashkë me Ballukun dhe të tjerë, me fakte dhe argumenta. Deklaratat zyrtare që ka bërë Ivanka, që ka bërë Kushneri dhe mafia e botës janë mesdheme, vërtetojnë komplet të skenar të faljes hapësirave të Shqipërisë. Të falje, sepse në marrëveshje nuk ka hira dhe as shitje, po dhënie atyre me investim. Investimi i tokë është tjetër punë, por që populli shqiptar nuk fiton as hira, as parashikje. Tradhtia më e madhe kombëtare. Nuk ka bërë gjë fare pararësit e tia me zogu e tradhti kombëtare. Kjo atë detyron të mos japë dorëheqjen, me ata që ka bashkëpunuar, i thonë mos u largo, se largimi ty do anullojë të gjitha këto marrëveshje dhe do rrëzohet dhe përfundimtare. Ai kërkonin edhe 7-2, atë që bëri Berisha, nga firma piramidale që u vodhën 1.8 miliard popullit dhe u vranë 3.800 veta. Pra, kërkon një krizë të rëndë gjatë derës shqiptare. Po të kishte çdo njeri normal jep me njëherë dorëheqje dhe largohet. Pra, është zhytur aq rëndë sa ku vej më. Si mund të rish kryeministri kur u gjemon bota dhe Shqipëria, kur thot largohu. Prandaj edhe protestën kërkojnë ta manipulojnë, ta alin dhe ta shpërbëjnë, të vazhdojnë mbretërinë dhe të shmangin dritë mbrituara. Prandaj shumë intelektual dhe kuadër të cilë ka dhënë prova, po punojnë për krijimin e Komitetit Shpëtimtar të Shqipërisë. Në të Komitet Shpëtimtar të Shqipërisë janë bitë dhe bjede Shqipërisë, brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, duke lëvizur gjithë mekanizmat demokratike për rrëzimin e tij dhe shpëtimin e dheut. Kush janë këta persona që po përpiqen të krijojnë Komitetin e Shpëtimit të Shqipërisë? Janë shumica kuadrë me vlera jashtë partive që kanë institucione të ligjëruara të shoqërisë civile. Janë botues, analistë, komentatorë. Zoti Limaj, kur thoni që po mundohen ta përçajnë protestën, kush po mundohet ta përçajë? Vetë Edi Rama apo ka elementë të tjerë edhe nga radhët e opozitës? Për gjoja drejtimin e kësaj proteste është krijuar një bord i fsheft anonim, pa i votuar e pa zgjedhur askush për 30 vetash. Ku brenda janë në mënyrë të fshehtë PS-ja, PD-ja, Shiku dhe strukturat të tjera. Dhe nuk është krijuar një strukturë e transparente, me vlera kombëtare dhe me vizione. Dhe shikoni shumë mirë që nuk janë gjithë dot të zgjedhjen dhe drejtuesin e këtij bordi. Pra çdo gjë është e qartë. Është një
organizimi i fsheft për ta lodhur dhe avash për ta shpërbërë këtë popull i cili kërkon lirinë, kërkon adheun, kërkon çlimin e saj. Nga kjo bandë kriminale e cila për interesat e tyre personale pushtuan Shqipërinë dhe shkatruan vendin. A mendoni se edhe në radhët e Partisë Socialiste ka përplasje midis eksponentëve, teksa një prej deputetëve, rasti i Mariana Koçekut, e cila është larguar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ndërkohë nuk pranon që të dorëzoj mandatin që e ka fituar po nga listat e përcaktuara nga kjo forcë politike në qarkun e Shkodrës. Në këtë rast, apo vjen fundi Edi Ramës edhe nga brenda? Andi Bushati, kur filloi kjo krizë, në një debat televiziv me Edi Ramën i tha, Partia Socialiste duhet të mbyllet si organizatë kriminale nga gjykata kushtetuese, nga gjykata. Pra, përpara se të fillon me kjo dramë, kjo lëvizje kaq e madhe, ai ja shpjegoi shumë mirë që struktura drejtuese e Partisë Socialiste është kthyer një organizatë e krimit politik dhe ekonomik. Sepse aktualisht shumica e qeveritarëve të saj, kryetarët e bashkive janë në burgje dhe të tjerët janë ndjekje penale, të cilët Edi Rama duke përdorur sa cilët deputete me listë që ka bërë, shmangu kry hajdutën Balluku, e shmankë dhe e mbron se është pjesë e kësaj drame shqiptare. Pra, po t'ishte Partia Socialiste, parti me gjithë mend e lirë demokratike, po t'ishin deputet pa listat të mbyllura që ka zgjedhur ai, po të zgjedhur siç ka gjithë bota nga vetë populli, Edi Rama do ikur me kohë, sepse Edi Rama e spastroi partinë në elita intelektuale dhe adhetase e partije, dhe pasaj bëri listat e mbyllura dhe vuri vasalët e tij që i komandon, si i tha Spiropali që po votove kundër Ballukut për ta shkuar burg, do të plashtohet Partia Socialiste. Kjo vajzë re, bravo e qoftë, janë lëvizjet mjaftueshme, por t'i thrasin mendjes. Ktu kemi adheun Shqipërinë, nuk kemi partinë. T'i thrasin mendjes edhe ata, në qoftë se nuk rrezojnë Edi Ramës, do quhen pjesë e kësaj tradhtie kombëtare, do jetë turpi tyre dhe do përgjigjen para ligjit ata që bën pjesë e këtij krimi. Si mendoni, çfarë po kërkon të justifikojë Edi Rama, apo ku kërkon të kapet teksa ka shpikur dhe agent në radhët e protestuesve? Ku njëherë ka thënë që ka agent grek, njëherë serb, njëherë iranian, dhe tani sfundmi ka dhe element që vijnë nga Kosova, tha, dhe Maqedonia e Veriut. Jo, i dashur. Siç e dini, unë kam qenë oficer i zbulimit strategjik 9 vjet jashtë shtetit. Në luftën e ftohtë 1979, 1908 janë botuar. Dhe veprimtarinë tonë të inteligjencës ushtarake, ne parandaluam çdo lloj befasie ushtarake dhe politike për rrëzimin e pushtetit dhe pushtimin e Shqipërisë ushtarakisht. Pra, u jam një nga ekspertët më të njohur dhe nga inteligjenca ushtarake, jam i vetmi i vazhdova në diplomacinë ushtarake, ata shohu pa ushtarak i Shqipërisë në Turqi, ku me këmbguljen time ngrita shtetin turk në këmbë dhe në kratë të asu Shqirit do bërë thirrje madhe, kush prek Shqipërinë, prek Turqinë, kundër Greqisë dhe të tjera. To dokra Edi Rama të marrë vetia. Ne nuk na ka fajet askush. Ne na ka fajet veprimtaria armiqësore Edi Ramës që ka futur vendin qorsokak. Shtetet e tjera punojnë të gjitha për interesat e tyre. Edhe si Shqipëria nuk punoi me Edi Ramën dhe Sali Berishën për interesat e tyre dhe e quajnë në gjendje. Po pijen një 97-2, sepse Edi Rama nuk largon rrugë paqësore dhe kërkon të ketë përplasje të mëdha gjakderdhje. A mendoni se Edi Rama, duke dhënë Zvërnecin dhe Sazanin dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner dhe vajzës tij Ivanka Trump, kërkon që të shpëtojë një herë mirë nga ato shqetësime apo halle personale që ka në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po të përmendim këtu dosjen e Charles McGonigal? Po, unë edhe në emisionet e tjera televizive kam shpjeguar që politika dhe diplomacia ushtarake është jashtë interesave kombëtare, sepse Edi Rama është zhytur shumë thellë dhe nuk punon për mbrojtjen e interesave të adheut. Fakti që Edi Rama vepron hapur kundër qëndrimeve të Bashkimit Evropian dhe gjithë drejtuesve të Bashkimit Evropian dhe Turqisë, kur gjithë kjo botë
nuk e pranoi bordin e paqes privat të Trumpit, jo të Shtetit Amerikan, dhe shkoi me vrap në Amerikë, ashtu si shkoi me vrap dhe bëri skandalin në Izrael, ku Netanyahu është për ndjekje penale ndërkombëtare për arrestim dhe është në gjyqin më të rëndë për krimin ekonomik ka bërë, ndërsa Trumpi ka problemet e mendore të vetes tia, tregon që ai është jashtë orbitave paqësore dhe bashkohet me ata njerëz të cilët ka sjell pasojë të mëdha paqes dhe sigurisë botërore. Presidenti i Turqisë mblodhi urgjent kuvendin dhe deklaroi: Izraeli nga hapësirat e tij mori Kiprin e Veriut, bashkëpunon me Greqinë dhe hyri në Shqipëri, në Sazanin dhe Blegdën e Shqipërisë, e cila përbën kërcënim të madh shumë për sigurinë rajonale dhe për vetë botën shqiptare. Pra problemi shqiptar tani është në hapësirat shumë të mëdha për ato vende që kanë interesa të caktuara për bashkëpunimin me Shqipërinë dhe paqen në rajon. Shqipëria po shpërbëhet. Veprimet që ka antikushtetuese, anti-shqiptare, për dhënien falas deri tjetër, nëse nuk merr qira ose nuk e ke shit me para, po ja ka dhënë thjesht vetëm të investojë, është falje dhe tradhti kombëtare dashur. Pra, me Sazanin dhe Zvërnesin, populli shqiptar nuk merr asnjë lek qira, nuk merr asnjë lek për shitje, shitje dhe bele ka marrë mafia, dhe populli shqiptar ngelet me gishtë gojë, dhe Izraeli do bëhet pasuri e izraelitëve dhe qëllimi i Sazanit është të bëhet Epsteini i dytë botëror.